baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionist. Dhe u caktua një tavan 240.000 lekë të vjetra, që ti të idheshe përpjet nuk e kaloje do të tavanin, pavarësisht se sa sigurime shoqërore kishe. Pra, faktikisht pensioni u kthye në asistencë, nuk ishte pension, ishte asistencë. Dhe ç'a ndodhi? Si dikush që s'kishte kontribute, si Zyshzana, tavani ishte aq. Dhe Zysha ka dalë me tavanin 24.000 lekë. Sot, me indeksimet e bëra vit pas viti, ka i pension 350 euro. Ndërkohë që Zysha tjetër që ka dalë mbas reformës, dhe ç'a bëm ne hoqëm tavanin. Dhe ne vendosëm në themelin e skemës pensioneve bazën kontributive. Pra, ti merr një pension në raport me kontributet e tua në sigurinë shoqërore. Dhe prandaj, Zysha tjetër, në raport me kontributet e veta, megjithëse kanë të njëjtat vite si të dyja, ka i pension më të madh, e ka 380 euro. Këto ishin dy politikat e ndryshme për pensionet mes nesh dhe atyre që sot vinë u qajnë hallin pensionistëve. E kupton apo jo? Se ky është kulmi. Ky është kulmi. Tritan, si e gaj. Vjen këtu. Vjen vërdall. Zvjen fare, nuk e di. Nuk ka rëndësi tani, po është kulmi. Tani, çfarë nuk është dhe cili është problemi që zotëria i parë ka dhe që pavarësisht ankesave ne nuk i adresojmë dot. Është eksaktësisht ky që duke qenë në Greqi nuk ka kontribuar dot për pensionin e tij dhe ka shumë njerëz cilët mbasi kthehen nga Greqia thonë, ore, po ç'a bëhet shumë, ne kemi punuar gjithë jetën e del një pension, po në fakt s'kan këtu kontributet. Një tjetër problem i madh janë pensionet e fshatit. Histori tjetër më e rëndë akoma. Tani, çfarë kemi bërë ne? Spari, ne kemi bërë një hap që për te indeksimeve që janë ligjore, janë detyruese, nuk diskutohen fare dhe bëhen në mënyrë të vazhdueshme siç e ka ligji, madje ne kemi bërë dhe 2 herë në vit në 2 raste. Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, kemi bërë 2 herë. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë 165 milion euro, vetëm për pensionistë. Nuk janë pak për shtetin shqiptar. Dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë punë gjithmonë bazuar në rritjen ekonomike. Por ndërkohë kemi përcaktuar dhe 2 piketa të tjera, sepse në fund të ditës, pavarësisht se nga hyrpamja logjike, ne po bëjmë gjën e duhur për të pasur një skem që tjetë e qëndrueshme, dhe ndërkohë që po them që edhe rritja e kontributeve ka ardhur vazhdimisht në mënyrë të qëndrueshme, kemi shtuar rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkon të njeri, që të arrijmë që të kemi
një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Këto janë dy objektivat. Tani, kush ju thot juve, të tjera, ka dy arsye që i thot. Kush thot të tjera, më besoni, ka dy arsye që, sepse i kemi rënë kësaj pune nga të katër anët. Kemi marrë ekspertizë nga të katër anët. More nga institucionet, që nga Banka Botërore, e tjerë, more nga ekspert pavarur ndërkombëtar, more këshilltarin që unë kam për ekonominë që ka qenë për 10 vjet drejtuesi i grupit ekonomik të Angela Merkelit, e kemi vënë edhe atë të na jap opinionin e tij. Profesor Ricardo Hausmannin që drejton qendrën për zhvillim ndërkombëtar në Harvard, po ju them që kjo që ne kemi përcaktuar si objektiv, ky objektiv është ambicios, nuk është i lehtë, por ne do bëjmë çmos që ta arrijmë. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt humnerës.